Guys, kena me folesën. ne mbarum një regjistrim kur të mi mbrëma juja në besimin që me zi erdi. Ja, me shef. Edhe unë jam në besim. Jo, veç kjo. Marbona. Më vjen të qaj, se operacioni hundës ka një të mirë që ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri i cili ka bërë hundën në operacion dhe merr frym normalisht. Gjithsesi, nëse keni një problem me mua, të paktën merrni frym kur jeni në shtëpi. Me qa po i mshin lotët? Me qëfar tjetër? Si shna do sëra. Po i mshin? Po me gjithë të trëndafili pra. Dhe me perla, po si kameve. Sa monologje ke sot? Kasni. Për mi hoqi e lëve. Ka i dhe nga gjatë faqet, do të takë të dy me nga figuranë. Njerëz, ka akoma njerëz që më bën dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? It's late birthday gift, I love you. I love you too, honey. Sham ka bërë, më ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Se sa unë blodha në shtëpi, se na erdhi një civilani kështu. Prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap, se disa koka ngel. Tashi, përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mund me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj. Jam shumë në qef dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe që kam shumë e plogësht. Dje dola nga operimi mirë. Kisha energji, jam të shumë këmë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike. Është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatash dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë e rëndësishme. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqe që bëj unë gjithë ditën. Do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja. Si qa kemi këtë. Moj shek lezhiane, moj sirene detit. Shek, në vdes për shek, është frutin i preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, jena të menshëm. Tani po i bëjmë mëngjesin djali. Sepse Viki ishte pak si paqet dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do haj quni, gushpo me mëngjesin. Sot dhe mund kisha fjetur sa ai e bën dhe vetë mëngjesin, po kur mësosh me një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort pastën e dhëmbit që të nxjerrë në një pikë. Pse ta hedhim? Ta fali një kaq? Jo, më të në fund. Më është dhe... Ja. Tjedhëm dhe i qik. Ja. Gjo kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin care-in. Tani, sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se mërë vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majtë sa mundemi, do me thënë.
Dhe bëj këtu në tualet, sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe mos sa bezdis, mos janë des dritën. Po bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku janë, si sa e mirë janë. Ka pres çuni tani, që ta çojë të shkolla. Edhe kështu. Më kujtoj që kur ka qenë djali i vogël, i kanë pasur kur vura unë ato syzet, që kanë syze nga larg, i kanë pasur shokët e futbollit, që njëra ka Jota si Mia Khalifa. Djali mërzit shumë, ndërsa mua më bë qefi. Aty e kuptova që jam shumë e re për të qenë një njerëk. Por flokët se qa kanë me flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mirë. Po unë dje u krefa me, pëse unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezin, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë mirë, i kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi, për dalë, si jena njerëz bosha një. Edhe po arrova ti të goja si që po bëja të shumë video. Edhe tani po ikim të Kormeu. Shohim njerëz situatën në Kormeu. Sonte ka verë dhe gështenja. Gështenja të pjekura në prush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshi se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bërë si kafshë ndyrë, sikur duhet ndruar, e kupton se kaloj gjithë dita. Kështu. Sa bukur me Viki. Kjo Halloween i Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare. Njerëz të bukur, doja vetëm t'ju thoja të filloni të normalizoni pak jetën e thjeshtë, të filloni të normalizoni pak jetën reale që ju keni dhe jo rrjetet sociale. Në fakt është bërë mod këto kohët e fundit një ndërthurje e rrjeteve sociale moderne me atë shpirtëroren, por mos harroni që përsëri duhet të shihni dhe të ndiqni njerëzit e duhur, sepse prapë i ngatrojnë gjërat, përsëri po bëhet thjesht një mod, përsëri po normalizohet fasada dhe jo realiteti, përsëri flitet për dukjen dhe jo për atë çfarë është realisht, përsëri po shoh vetëm maska duke folë për dhimbjen. Po shoh rëndomt emisione talk show që rëndësi ka që flasin për gjëra të thella dhimbje dhe flasin sikur po recitojnë poezi. Përsëri po përdorin një mask, përsëri po përdorin një repertor, një mënyrë të thënurit, një mënyrë të ndjerit, një mënyrë e të shprehurit, një mënyrë e të qëndruarit, përsëri çdo gjë është e shkruar se si duhet të jetë. Unë nuk mendoj se ka një duhet të jetë. Unë mendoj se ka vetëm fol dhe shprehu dhe trego atë çfarë ndjen. Edhe mendoj që ne, që sado pak influencë kemi, duhet ta normalizojmë pak gjë normale, që është kjo. Është kjo. Kam 4 ditë pa lar edhe është normale. Mos rrini dhe ju 4 ditë pa lar, po s'më lë doktorit lahem.
Hello! Dita sot më ka nisur herët në fakt, por nuk kam qenë fare aktive këtu tek Instagrami im, por tek Door 903 po se po paketoja pakot e ditës edhe postova disa video aty. Dhe këtu nuk kam qenë fare aktive, plus nuk e di kjo koha sot nuk e di, thjesht ndihem edhe si e këputur. Kam marrë 2 pulovra se na duhen tani për dimër, edhe dua t'rregoj pak më vonë sa po të shkoj në shtëpi. Edhe kështu. Taci. Unë jam në gjyq jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdal, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale, edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë. Mbyllë gojën. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e pe tabelën, tha me 60? Thash e pash. Po pse tha se ule shpejtësin? Po se s'të pash ty. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mund është më bukur. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mund është më bukur. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat me zi po pres t'ja u tregoj. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci, klasike dhe siluet, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja tek është modeli se nuk e tregova me detaj. Pëlqen shumë sepse edhe pak ngarkesë duhet, sidomos tani në dimër që veshim të liçe, xhupa. Ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë. Pëlqen shumë vetë. Çfarë po bën? Duke marrë nga objekte dhe stilës. 2 çakmak dhe përdora mëndjen time genial. Ngjitsin e çakmakve dhe po funksionon. Do të thonë, do funksionon se s'bën. Nuk shifshi në shkaq. Përshëndetje. Nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku unë çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat, më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? So po erdha një Itali, ben trovati, pa më gjithë se gjitha kërkan që ka qëtësi, që kam gjojnë me videon, ku ba godi, për sante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Ja pra, se më keni thënë ku e bëm këtë ngjyrë, shikojni sa e bukur. E ku tjetër.
Vetëm te Monika. Jo, unë jo. Sa unë jam bërë gati për të dalur, do bëj share me ju dy super produkte e Diego della Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatrohem them qerpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si i bën qerpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qerpikët si një flutur e vërtet dhe bëj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe i jap pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundimitar. Ky është rezultati jo i përfundimitar, come cazzo si dice. Vabbè, e keni kuptuar. Nga buzëkuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por me qenë që mine kam provuar, më pëlqen shumë e përdor shpesh, Diorin gjithashtu, do përdor këtë produktin ngjyrë roz që ka pak cica. Aromë shumë të mirë dhe je pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë qik vaj të flokët dhe do shkojmë për jashtë për drekë. Atila, zgjohet që në qashtë. Që ka për tjesh? Pse zgjohet në qashtë, pse zgjohesh? Kush të tret në qashtë, ti zgjohesh në mëngjes. A sherë. Pa u zbardhur akoma ti e në këmbë. Në të lem që të ndët. Haro ta ishe? Kalas në bukër. Çek. Ay bu ya. Randa do ja bëj. Ja edhe fit check. Isha duke menduar a të vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Taket bukur krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, s'ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, kjo nuk bëj reklama. Thjesht doja ta ndaj me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re The Present Time që është boja më naturale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natural në më të ndryshme. Edhe shikoni rezultatin, volum, edhe një ngjyrë që se kam pasur njerë, as në Amerikë, çuditshme.
domethënë në Shqipëri është çudi. Jam habitur. Kështu që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarinderit atje, duhet të shkëlqeja. Kështu që tek Adela Bionde, vetëm këtu, tek Adela, no? Po doni më pyesni mua ju bën kontakt. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Këto vase do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju Likanës. Juhu! Shikoni se liga më kanë sjell. Jeni të të lushme. Rosa nuk di si t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësajnë në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Manqit. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa. Për një herë del ky smoki kështu. Tak. Këto ditë janë nga ato ditë që s'keni nevojë me pa motin, domethënë thjesht dalni në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e ka emrin Elsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menduar sinqerisht që unë do flen balkon tërë se s'kam vojve. Më jetë. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe për tona nonat, modrat, tezet, hallat, malësorët. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga stori kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sa po jam nisur do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhën e fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu që po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do vazhdojmë procesin bashk, do ta tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Erdi dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, karota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furr tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furr. Do ta bëm, sa do ta bëm. Shime, dhe vetë. Jep. Dalim, marrëm një punë. Më keni
keni shkruar shumë pse nuk je në Goca dhe Gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundrazi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak. Kush janë tani gjë e vet. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në të rruga. Të lëshaj që më maki. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes të mos të fanë duar të stotit, Margat. Wow, amazing. Mama, në qatë sa mame? Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti. Të pëlqen? Edhe ma shumë. Mos plot me borë kjo. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, komplet. Që më ka bën Xhamin me avullë? Hey guys, mirëmëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni përshpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Ka e dhe të më baba. Puqes. Ata hopi më baba. Ata hopi më baba. Ka e dhe të. Ata hopi baba ty. Alo. Ata hopi baba ty të. Po baba, pse se mbylli deri në ato? Po ne ka shkoj në kuzhinë, sa të banoj e një si bashka ke nëmër. Sa i din. E po në ka frama, për zënje hapsire të publiku. Wow! Po bab, të të dashkan 4 më dita më bab me liru. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më babur dur për këtë i zënë. Wow, shoqja Lunes! Kush është me dhimë? Frozen? A, mori përdoret baba, hajde me e përdoret. Është Frozen? Me e përdoret baba, e fuzim të shia, hajde, ka përdoret baba, ka përdoret. Puqe, ka përdoret baba, ka përdoret shumë baba, ka përdoret shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. Ika baba. Mua. Baba, e i gjeriozi di baba me puqën në mua. Elsa do flejmë balkon. Nuk do flejmë. Aha, sa e mirë. Do flejmë balkon, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallin këtu, të belin, që dhe moda, po kemi një probleme që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Që t'i bëjmë? Dhe po e lidha Tani është kohë të merremi me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash,
janë përjetimet të mijat, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk ma merr mendja se do të bëj mirë. Ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni bëll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të pak në kuptojni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja, dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivënë flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me ble flokë të reja. Gjatë darkës janë rivënë prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilëtetin e flokut. Ja, dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në Twilight që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë teas një peshqish, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur në Twilightin, këtë në Twilight, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani mëngjesi. Qa? Shegat e mëngjesit. Për tonë mërgjimtar që e di se i tash patën me dash me ke këtu me mua. Ta shkojmë edhe të tjetra. Në posë jo, kjo së është gati. Nuk jo më ndihni i taman se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë se gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më ka zonë dhe ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këtyne, na u thomë molla japane. Zi që i thoni ju, por këto janë, wow. A di që kanë këto? Shifa. Tonja ka njësë zojt me i hangër. Ama baba e ka këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë këtu një bobe. A dini ju që ka një këto? Je këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes, bahen, qapula. Qka gjetë? Bahen një kështu si të verdha, e edhe kur pjeken krejt, bahen brown. Tash, e ka një thalbë mren, që është gati sallë kokra. Por janë diçka, matë amel, nuk mund e spjegoj. E që sa ndruja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Për ndryshe, jem të shko me vjellë kimqa. Te kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjelli? Po mirë, ke pa njësët e natë i heret, unë s'di që ka dënë tash me të këtu e më prapë. Këta gjellat tonë ditën këtu e na u këtu e njëve gjellat tonë ditën. Apa! Ju përshëndesim unë e ekipi. Artan Qërti,
Fotografi I famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po ik tash. Hajde. Pull. Qyre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this. Hajdutja katunit. Ka vjell I rrem me bobe. Do kimqa. Si kalzoni kuj. Penzime Teko Nadi, do I tregoj çfarë ka marrë me 27 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puva, piadina kamut pamaya, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, gjistapëri me tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Më dërguar me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashevisimakun. Dhe më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, patjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyen e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashevisimakun si nënën e vet, është shumë me vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos I rikthehet askushit në fjalë ose askushve apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësinë, nuk do të reagoj duke I ofenduar dhe duke I përmendur me emra dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzuese dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen për në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më I rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve, dhe në rastin e parashevisimakut kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit edhe fansat e parashevisimakut I siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin
e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonit mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër. Janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj tani social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askush llokut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashevisi Simakut i kërkoi këtij askushi, është në qendër t'i vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashevisi Simaku, cilët burra ka marrë parashevisi Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë t'i thot publikisht, pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe si kur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo jo? Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashevisi Simaku ishte ndar skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pa pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni çmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin, është rënd, është çmenduri, nuk di, nuk kanë fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashevisi Simakun një herë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këta askush, më vjen vërtet shumë keq që, se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna, nuk e di, është mëkat, të flasësh për dikë, në gjendjen e parashevisi Simakut, me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashevisi Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjuna, do me thënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta, kur vjen puna te kana, e di që jeni, nuk kanë fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet, mos e vrisni mendjen, ju premtoj që të ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashevisi Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Prit, një sekond.
Prit, se u egzaltova. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fudhem me këtë shpëlim? Mundesh të më but. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova.
Po presim anën, a? Po na vonon ky Joni. O zot. Vetëm ajo mund vonon tek ty. Askush prej nesh. Hajde Joni. O Joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Lidhni rripin. Sigurin. Fifi. Me Jonidën edhe me Lejn. Do ma thosh pak Lidhën të këndoj? Ma për një. Se marova. Me dëgjoj zemra. Pas teje. Jo ka U dramatike. tërbova. Pas teje. Skandal. Ikim. Jo zemra, me dëgjoj, e fusim te melodoni, autotune. Kur jo kemi rregull, sa këto juve jam rregulloj. Më keni shkruar shumë pse nuk je në goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, nuk kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë suksese panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak, se kush janë tani gjejve. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt, roston që do bëj sot mirë. Erdi dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, karota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furë. Do ta bëm, sa do ta bëm. Shme, dhe vjetë. Jep. Dalim, marru një punë. Mirë se erdhe o ju. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqjes, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinën e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flok natyrale, që nuk është nevojë me ble flok të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flok të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa, por një herë del ky smoki kështu. Tak. Këto ditë janë nga ato ditë që s'keni nevojë me pa motin, do me thonë thjesht dalin në balkon edhe kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japun lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e ka emrin Elsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menduar sinqerisht se unë do flen balkon tërse s'kam vojve. Na më jetë. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë.
Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sapo jam nisur, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar në lëkurën time, dhe duke qenë që këtë periudhën e fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do të shohim procesin bashk, do ta tregoj dhe juve. Dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Kjo është gjendja në Cannes tani. Weatheri na gënjeu. Këto vase do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju likanës. Juhu!